Kryeministër, fjala është për ju. Kush do ta mendonte që do të ishim këtu sot, duke çelur të gjithë grup kapitujt, vetëm pak kohë më parë. Ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku mësoheshim me sprapsjet e me ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fortë, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër, pak më tepër se një vit më parë, është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin, e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara edhe Marta që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë, e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor. Me zjarë, me një vullnet të fortë që na bën të gjithëve të ndihemi për plot energji dhe në borxh në qoftë se nuk realizojmë në kohën e duhur. Nga ana tjetër, jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky procesi përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë? Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta, ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa 90% të qytetarëve tanë. Jam i sigurt që ata shumë pak që janë në këtë përqindje shumë të vogël që mbetet, thjesht s'do kenë pasur, s'do ketë qenë ditë e mirë në momentin që është bërë sondazhi, sepse vështirë të mendoj ndonjë shqiptar që mendon se antarësimi në BE nuk është ideja më e mirë,
dhe nuk është horizonti drejt së cilit duhet të synojmë për hir të fëmijëve tanë. Për ta përmbyllur, dua të shtoj se qoftë ajo mënyra e fortë e ajo e butë me cilën jemi përballur na mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Kur mos merr asnjë gjë të mirëqen në Bruksel. Kur të buzëqeshim, shijoje, po mos e merr të mirëqen, mund të t'ju zhduket nga fytyra sa hape mbyll syt. Kështu që vazhdo, puno fort dhe përgjigju në çdo rrethan me përulësi e me rezultate. Këto dy gjëra janë ato gjëra që këta njerëz vlerësojnë më shumë. Dhe siç e kam thënë me mentorin ton nga njëra anë komisionin dhe të urtët nga ana tjetër shtetet anëtare, jemi në duar të mira, në qoftë se nuk harrojmë asnjëherë që në fund të fundit është puna e duarve tona që ka rëndësi, jo për ta, po për ne. Jo për komisionin apo shtetet anëtare, por për popullin shqiptar dhe brezin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë, Mari, faleminderit Marta dhe një falënderim mjaft të madh të gjithëve atyre që ishin me ne përpara se sa të vinim në këtë konferencë shtypi. E vlerësojmë shumë dhe do të bëjmë gjithçka që të jemi për herë aty ku duhet të qenë, bazuar në një plan për të përfunduar këtë fazë të parë duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027-s e të hymë më pas në fazën e mbështetjes politike e të antarësimit të plot. Edhe një herë, më ndaloni sepse në të kundërt nuk kam ndërmend të ndalem së thëni faleminderit, 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 faleminderit. Faleminderit, Kryeministër. Tashmë është rada e pyetjeve. Ju lutem niseni duke u prezantuar kush jeni nga vini. Faleminderit. Dënata Shkodrani, televizioni publik shqiptar. Shqipëria ka hedhur një hap historik në këtë proces. Dua të di çfarë mesazhi keni për qytetarët shqiptar, për faktorin politik dhe për ata skeptikët për shembull. Faleminderit. I don't know who is skeptical, no. Nuk e di se kush është skeptik. 9%, no. 9%? Mesazhi që kam për qytetarët e Shqipërisë është se kjo është fal gjithë punës tuaj. Ne mund të ndihmojmë, mund të jemi krah jush, por jeni ju ata që po jepni rezultate. Dhe në momentin që keni marrë statusin kandidat, është përgjegjësia juaj, duhet të jetë angazhimi juaj për të pasur sukses në rrugtimin evropian, por në të njëjtën kohë është përgjegjësia dhe përkushtimi i Bashkimit Evropian, Komisionit dhe Shteteve Anëtare. Nuk është e vështirë që t'jesh pozitiv kundrejt vendit tuaj, sepse ju jepni rezultate. Nëse do të na duhej një rast se çfarë është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, duhen hedhur syt nga vendi juaj. Ka të bëjë me transformimin, ka të bëjë me një udhëheqje të fortë. Tek Edi Rama keni një udhëheqës i cili nuk i kthehet së shkuarës për të gjetur pretekst o justifikime pse diçka s'mund bëhet. I dashur Edi, ju jeni udhëheqësi që sheh për nga e ardhmja dhe gjen zgjidhje për sfidat ekzistuese me cilat përballemi të gjithë dhe diçka tjetër më shumë. Sot dëgjuam në konferencën ndërqeveritare që harmonizimi i Shqipërisë me politikën e jashtme e sigurisë Bashkimit Evropian është 100%. Në këtë situatë gjeopolitike na duhen vërtet partnerë të cilët mund të mbështetemi dhe Shqipëria është një prej tyre. Për ata që janë skeptik, nëse do të kishim rezultate që 100% e qytetarëve shqiptar janë në
favor të antarësimit Bashkimit Evropian, atëherë do të isha skeptike se do të ishte njësoj si në kohrat komuniste më parë. Është mirë të kesh njerëz që janë skeptik apo që bëjnë pyetje. Dhe natyrisht që kemi edhe shumë kohë gjatë fushatës tonë komunikimit që flasim me ata njerëz e po kështu edhe me qytetarët në Bashkimin Evropian. Kështu që do ta mbyll me këtë. Shqipëria vazhdo kështu. Ne po përgatisim një shtëpi për ju në Europë. Dua të them këtë. Sot është një gur i jashtëzakonshëm kilometrik për Shqipërinë. Kemi çelur të gjithë grup kapitujt të negocimit me Shqipërinë. Dhe arsyeja pse kemi bërë këtë është sepse Shqipëria po kështu ka dhënë rezultate dhe kjo është prova. Shqipëria ka një fokus strategjik për antarësimin në BE, e po kështu edhe për komunikimin në raport me BE-n brenda vendit. Tashmë që kemi parë rezultate, gjithë grup kapitujt janë çelur. Unë besoj që është një frymëzim i jashtëzakonshëm edhe për vendet e tjera kandidate, nëse një vend kandidat jep rezultate, atëherë do të marrë mbrapsht rezultate. Por më duhet të them po kështu që mbetet shumë punë për të bërë përpara. I kemi çelur tashmë të gjithë grup kapitujve, por tashmë vijnë negociatat dhe me shpresë edhe mbyllja e grup kapitujve. Ka shumë punë dhe do të ketë pengesa rrugës dhe do të jetë e vështirë dhe unë shpresoj që të ruani motivimin sepse ky është një moment e mrekullueshëm. Ka kaq shumë vende anëtare që po shtyn, po inkurajojnë për antarësim. Ky është momenti sot, sepse është edhe në dobi të vendeve anëtare aktuale të BE-s, që e tërë BE-ja të ecë përpara me zgjerimin. Pra nuk është vetëm Shqipëria që bëhet më e fortë me antarësimin e BE-s, por edhe BE-ja bëhet më e fortë me Shqipërinë si pjesë e tij. Pra, kjo është një pikë kulmore, shpresoj fort që ta ruani këtë gjë. Faleminderit. Besoj që pyetja për skeptikët nuk ka të bëjë me ata që janë skeptik në raportin me BE, por ka të bëjë me ata që janë plotësisht të përkushtuar dhe të dashuruar me BE-n dhe kanë pyetje, pikpyetje për ne, për BE-n, a do të ndodhë vërtet, a është reale, a do të marrim më në fund atë për cilën kemi ndëruar për kaq gjatë, apo do të kemi edhe një herë një periudhë si më parë. Po këtu dua të ndalem për një sekond dhe të them Dërni vitet që po punojmë së bashku e gjatë të cilave po luftojmë të ecim përpara dhe me të gjitha vështirësitë, me të gjitha sprapsjet, me të gjitha shpullat e grushtet, në qoftë se do nxjerrësh nga panorama Bashkimin Evropian dhe do të mbash në këtë panoramë mua qeverinë, shqiptarët që bëjnë më të mirën e tyre, a do të ishte Shqipëria ajo që është sot? Jo. Ky proces na ka ndihmuar në mënyra që në të kundër do të ishin të pamundura, sepse mund të tingëlloj patetik apo quajeni si të doni. Por është njësoj si të shkosh në shkollë dhe të duhet të mundohesh e të thonë që duhet përmirësohesh e të duhet të thonë që duhet të vish prapë se provimin se ke bërë mjaftueshëm e kështu me radhë, por në fund në qoftë se nuk heq dorë, në qoftë se vazhdon me këmbë ngulje, fiton. Ajo çfarë Shqipëria e shqiptarët fitojnë nga ky proces është diçka që shkon përtej grup kapitujve e vetë antarësimi formal. Ata fitojnë
Ne fitojmë një vend I cili bazohet në institucione që funksionon në bazë të shtetit të së drejtës, që funksionon bazuar në të gjitha standardet dhe parimet që I bëjnë vendet e BE-s kaq të admiruara. Do ju thoja po, viti fundit ka qenë jashtëzakonshëm sepse ka qenë shpërblyes, por pa vitet që I paraprin, të cilat nuk ishin shpërblyese, edhe pse punonim fort, ky nuk do të kishte ardhur. Ndaj të jesh skeptik, nuk është gjë e keqe, por nuk duhet të na ndalë që të punojmë çdo orë, çdo minutë për ta bërë realitet. Dhe s'fundi në radhë, por jo nga rëndësia, po. Ne kemi një shumicë si në kohrat komuniste, ishte njësoj edhe në perandorinë osmane, sepse ne u jemi besnik perandorive. E kjo është e para perandori me cilën duam të jemi. Ndaj, kjo shumicë është ndryshe, jo vetëm në shifra, por në thelb të sepse ishim të gjithë kokë e këmbë pas osmanëve, pas sovjetikëve, pas kinezëve, por kokë e këmbë për shkak të imponimit, jo me zgjedhje. Kurse kjo tani është me zgjedhje. Ja pse Maria e kuptoi që nuk I shpëton dot Shqipërisë. Ja pse të gjithë po e kupton shumë më mirë të na marrin brenda se në qoftë jo do t'i përndjekim deri në fund. Kështu që në qoftë se duan të na heqin qafe, duan të na marrin me vete dhe pastaj do të kenë të gjitha dimensionet tona normale që janë shumë të vogla se sa unë. Faleminderit dhe faleminderit edhe një herë të gjithëve. Faleminderit. A ka pyetje të tjera në sallë? Nuk shoh pyetje të tjera. Përpara se sa ta përmbyllim, më thuhet që komisionerja ka diçka. Po dua të flas një fjalë të fundit para se ta përmbyll të konferencë shtypi. Dua të shtoj ca fjalë personale për gëzimin. Çelja e të 6 grup kapitujve në 13 muaj është deklarata më fort e angazhimit tuaj personal I dashur Edi. Jemi të dy fëmijë të një rajoni ku shija e lirisë ka përcaktuar rrugtimin tonë. Dhe kur jemi takuar herën e fundit dhjetorin e kaluar, më solli këtë dhuratë. Një kanaçe dekoruar Coca-Cola që vinte në një kuti me mbi një herë e një kohë. Ishte dhurata më e gëzuar edhe kur ta jepnim bosh, dhe çka është më tepër ka edhe skicimet tuaja të printuar aty sipër, pra është puna juaj. Për ta kremtuar këtë moment, kemi kthyer dhuratën tuaj në një dhuratë feste. Të gjitha ata prej nesh që janë rritur pas perdes hekur, të dinë se çfarë gjë misterioze ishte Coca-Cola, dhe më kujtua një libër që lexova nga Lea Ypi, Free. Dhe ka një fragment ku dy familje shqiptare zihen paksa për një kanaçe bosh Coca-Cola. Libri I sjell në jetë 40 viteve të fundit shqiptare duke ilustruar përfshirjen e reformave dhe sfidat për ndërtuar institucione demokratike dhe tradita demokratike. Tregon sa larg keni ecur. Le të sigurohemi që liria të qëndroj me që popullin tuaj në Shqipëri e lirë, në Europë të lirë, dhe kjo është puna që ne presim që ju të përfundoni I dashur kryeministër, I dashur Edi. E tani mund të hamdëtor, duhet të festojmë edhe më shumë. 6 grup kapituj të hapur, të gjithë kapituj të hapur është diçka për të kremtuar urime Shqipëri. Thank you. When it comes to Marta, clusters and chapters, kur vjen fjala për grup kapituj, për piketa, për gjithë këto gjërat neurotike, mund të na habisni, por kur bëhet fjala për dhurata e për ëmbëlsira, nuk e bëni dot. Kështu që më lini të shtoj diçka që mungon aty. Silleni ju lutem.
And it's not orchestrated. Dhe nuk është e orkestruar. Nuk e dinim. Kjo është vera autoktone shqiptare me etiketën e skicuar prej meje. Një është për ju. E tjetra për Marin. Kjo është për mua, natyrisht, sepse jam pi 60 vjet. Do të pryni qëririn? Do t'ishte e pa drejt që të pryja qëririn pa Majlindën dhe Adean këtu. You blow the candle. Efren, ti qëririn. And now we need the Viking hands. Tani na duhet dora e një vikingu për ta prerë. The knife. Apo e mban pikën. Për fazën tjetër. For us to not forget that Po e there is mban always a pikën knife. që ne të mos harrojmë që ka gjithmonë një thikë aty. Congratulations. Thank you. This is so good. Yeah. Thank you.